Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse keni probleme me gjëndrën tiroide, duhet të hani urgjent këto ushqime. Gjëndra acaruar e tiroides mund t'i keni dëgjuar shpesh për shkak se prekin miliona njerëz, sidomos edhe personat në moshën e re. Më së shumë t'i njihet si tiroidja hiperaktive, e cila prodhon hormone më shumë nga sa trupi t'i duhet. Por si gjendje shëndetësore shumë shqetësuese është edhe hipotiroidizmi. Nuk ndodh kur gjendra tiroide është në rregull, por ndodh kur gjendra tiroide ka mungesë të prodhimit të hormoneve dhe organizmi nuk funksionon si duhet, duke shkaktuar një sër simptomash të cilat fillojnë që nga humbja e ureksit, dhimbja e muskujve, lodhja e vazhdueshme, pagjumësia ose konstipacioni. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë të cilave u referohemi, Shqipëria është një vend ku problemet me tiroiden janë shumë të përhapura, kështu që kujdesi duhet të jetë më i madh dhe i vazhdueshëm. Njësoj si në rastin e tiroides hiperaktive, ashtu se dhe asaj hipoaktive. Për të bërë këtë, këshillohen disa mënyra të shpejta që u largojnë nga ky problem. Evitoni gjithmonë nga dieta juaj ushqimet e këqija. Nëse konsumoni një dietë ushqimore të varfër, me siguri që gjëndra tiroide nuk do ju falenderoj. Sa herë që konsumoni ushqime të pasur me vajra të oksiduar, karbohidrate, sheqerna ose yndyrna të këqija, trupi reagon duke ulur funksionin e tiroides. Ndaj nëse vuani nga hipotiroidizmi, mundohuni të evitoni të gjitha ushqimet që futen në grupin e ushqimeve të pashëndetshme. Kjo pasi do të detyrojë organizmin të ulë plotësisht prodhimin e hormoneve të tiroides në trup, duke u shkaktuar probleme të mëdha. Në vend të tyre konsumoni një dietë të pasur me vitamina dhe minerale të shumëllojshme. Menaxhoni stresin. Stresi kronik ju le të ekspozuar ndaj sëmundjeve të hipotiroidizmes ose mund të jetë vetëm një situatë e simptomeve së sëmundjes. Gjithashtu, nëse përjetoni në mënyrë të vazhdueshme, hormonet e tiroides do vazhdojnë të qëndrojnë më poshtë se normalja. Stresi i vazhdueshëm mund të jetë shkak për zhvillimin e sëmundjes së Hashimoto's, një lloj hipotiroidizmi kur trupi fillon të sulmojë hormonet e tiroides, pasi i konsideron si element të jashtëm që futen në trup. Menaxhimi i stresit është një halk shumë e rëndësishme për trajtimin e hipotiroidizmit, prandaj mundohuni që të qëndroni sa më të qetë gjatë kësaj periudhe. Gjumi i mirë është thelbësor për shëndetin e tiroides. Një gjumë i mirë dhe i qetë është çelësi për kurën dhe qetësimin ndaj shumës sëmundjeve. Kështu, edhe për të trajtuar hipotiroidizmin, mundohuni të bëni orë të plota të gjumit pa ndërprerje. Sipas studimeve, personat që punojnë në turnet e natës kanë në 40% më shumë mundësi që të preken nga hipotiroidizmi. Për të përkecuar edhe më shumë situatën, vetëm sëmundja e hipotiroidizmit ndikon në zhvillimin e pagjumësisë. Prandaj është shumë e rëndësishme që të përpiqeni të bëni një gjumë të mirë dhe të qetë. Këtë mund ta bëni fare lehtë duke qetësuar organizmin dhe duke konsumuar një dietë të pasur ushqimore. Gjithashtu mundohuni të mos flini gjatë ditës dhe të shtriheni gjithmonë në të njëjtin orar në darkë. Tregoni kujdes me florin. Flori është një mineral që haset më shpesh në jetën e përditshme. Shumë prezent zakonisht tek uji i rubinetit, pasi edhe shumë vende përdorin si një mënyrë që njerëzit mund të ruajnë dhëmbët nga prishja teksa konsumojnë ujë. Gjithashtu është prezent edhe te pastat e dhëmbëve dhe të këto përbërje të enëve të kuzhinës si tenxheret ose tiganët. I kudo gjendur, por i dëmshëm për hipotiroidizmin, pasi ul nivelin e prodhimit të tiroides akoma më shumë. Kështu që mundohuni të evitoni ujin e florizuar dhe çdo pajisje ose produkt tjetër që ka këtë përbërje. Me këto elementë të thjeshtë do ta keni më të lehtë të menaxhoni shëndetin tuaj të tiroides dhe t'i vini në ndihmë organizmit tuaj. Për të kujdesur më shumë për tiroiden tuaj, duhet të fokusoheni edhe te një ushqyerje vërtet e mirë dhe e shëndetshme, e cila do të luajë një rol pozitiv në menaxhimin e problemeve tuaja të tiroides. Gjëndra tiroide mund të trajtohet fare mirë dhe të mbahet nën kontroll përmes recetave të buta të shtëpisë. Ekspertët këshillojnë gjithmonë ushqime sa më natyrale, të cilat i përshtaten tiroides suaj, duke ndikuar kështu edhe në menaxhimin më të mirë të shqetësimeve të saj. Për të ndihmuar tiroiden tuaj, duhet që të shmangni disa produkte ushqimore dhe të shtoni në listën tuaj disa perime të tjera, ose ushqime natyrale.
Ushqimet që duhet të shmangni nëse keni hipotiroidizëm janë: ushqimet me bazë soje. Produktet si tofuja dhe suprat e tjerë që përmbajnë këtë produkt mund të pengojnë përthithjen e medikamenteve për tiroiden. Ekspertët Healthline rekomandojnë të prisni të paktën 4 orë pas konsumit të sojës për të marrë ilaçet tuaja për tiroiden. Perimet si brokoli, lule lakra dhe perimet e tjera krucifere mund të pengojnë përthithjen e jodit, veçanërisht nëse keni mungesë të jodit. Megjithatë, ky efekt ndodh vetëm nëse konsumohet në sasi shumë më të madhe. Moderimi është çelësi. Gluteni është një efekt negativ për shëndetin e tiroides. Hipotiroidizmi dhe sëmundja celiake shpesh lidhen me njëra tjetrën, ndërsa një dietë pa gluten mund të mos trajtojë direkt problemet e tiroides. Konsultohuni me mjekun tuaj nëse dyshoni për ndjeshmëri ndaj glutenit. Nëse konsumoni produkte me gluten, zgjidhni ato të dritrave të plota për përmbajtjen e fibrave, por planifikoni marrjen e medikamenteve në mënyrë që fibra të mos ndikojnë në përthithjen e tyre. Ushqimet me shumë yndyrë gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në çështjen tuaj të tiroides dhe të sjellin gjithashtu dëmet që I kanosen asaj. Gjalpi, ushqimet e skuqura dhe mishi me shumë yndyrë mund të ndryjnë në përthithjen e hormoneve zëvendësuese dhe të pengojnë gjithashtu prodhimin e shëndetshëm të tiroides. Gjithashtu zëvendësoni ato me receta natyrale, kufizoni këto yndyrna në dietën tuaj. Ushqimet e sheqerosura janë të dëmshme për personat që vuajnë nga tiroidet. Meqense hipotiroidizmi ngadalëson metabolizmin, ushqimet me sheqer mund të çojnë në shtim në peshë pa ofruar lëndë ushqyese të dobishme. Kufizoni konsumin e ëmbëlsirave dhe pijeve të ëmbla për të ruajtur një dietë të ekuilibruar. Ushqimet e përpunuara. Ushqimet e paketuara dhe të ngrira shpesh përmbajnë nivele të larta të natriumit që mund të rrisin tensionin e gjakut, një rrezik I shtuar për njerëzit me hipotiroidizëm. Zgjidhni ushqime të freskëta dhe konsumoni marrjen e natriumit dhe jo më shumë se 1500 mg në ditë, sipas udhëzimeve të shoqatës amerikane të zemrës. Fibrat e tepërta. Ndërsa fibrat ndihmojnë me tretjen, konsumi I tepruar I tyre mund të ndryjë në përthithjen e medikamenteve për tiroiden. Nëse ndiqni një dietë me shumë fibër, bisedoni me mjekun tuaj për të parë nëse doza medikamenteve tuaja ka nevojë për rregullim. Kafeja. Kafeina mund të bllokojë përthithjen e medikamenteve për tiroiden. Për të siguruar që medikamentet të funksionojnë në mënyrë efektive, konsumojeni me ujë dhe prisni të paktën 30 minuta përpara se të pini kafen tuaj të mëngjesit. Alkooli. Alkooli ndikon negativisht në gjendërën e tiroides duke reduktuar prodhimin dhe përthithjen e hormoneve. Ideale është për të shmangur alkooli ose të konsumohet me moderim për të mbështetur shëndetin e tiroides. Nëse nuk ka një dietë specifike për hipotiroizmin, zgjedhja e informatave mund të përmirësojë shëndetin tuaj dhe të ndihmojë në menaxhimin e gjendjes. Diskutoni çdo ndryshim në dietën tuaj me mjekun tuaj përpara se të siguroni edhe përthithjen me planin tuaj të trajtimit. Ndryshimet e vogla mund të bëjnë një ndryshim të madh në shëndetin e tiroides. Prandaj duhet të reduktoni edhe ushqimet të tepërta, siç janë për shembull edhe jodi I tepërt. Jodi I tepërt dëmton tiroiden dhe ju bën të ndjeheni më të plogësht. Edhe në rastin e jodit, ruajtja e ekuilibrave është e domosdoshme. Jodi gjendet e peshqit, kripa dhe suplementet. Sipas studimeve, nivelet e jodit duhet të mbahen diku nga 100 deri në 200 mikrogram për litër. Gjithashtu, suplementet e kalciumit dhe të ekurit duhet të merren gjithmonë në sasinë e duhur. Si në formën e suplementeve specifike, ashtu edhe multivitaminat, kalciumi dhe ekuri ndërveprojnë negativisht me medikamentet që merrni për tiroiden problematike. Këto medikamente duhet të merren në mënyrë strikte në të njëjtën kohë, të paktën një orë para ushqimit dhe kurrë bashkë me minerale të mësipërme. Rekomandohet të këshilloheni më parë me mjekun tuaj për çdo ndryshim të dukshëm që bëni edhe në ushqyerjen tuaj, pasi menaxhimi I duhur I kësaj problematike do ju sjellë edhe rezultatet e shumë kërkuara në trajtimin përfundimtar të shqetësimeve të tiroides. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë